Shemsi Krasniqi ka kaluar sfida të mëdha personale përpara se të arrinte famën, dhe shpesh këngët e tij pasqyrojnë dhimbjen dhe përjetimet e tij më të thella. Për fansat e tij, ai nuk ishte vetëm një këngëtar, po ai ishte historia e gjallë e luftës, shpresës dhe triumfit mbi vështirësitë. Si rrufe në qiell të hapur ka qenë lajmi se këngëtari është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij në Prishtinë. Ka qenë një ditë e zakonshme për këngëtarin dhe pas ardhjes në shtëpi të zonjës që bënte pastrimin, ajo ka vënë re se ai është ndier keq. Sipas asaj që dëshmitarja ka treguar, ajo ka thënë se kanë tentuar t'i japë ndihmën e parë, por në momentin e parë që ka dalë nga shtëpia për të marrë ujë, dera është mbyllur, duke e bërë të pamundur rikthimin e saj brenda. Më pas, ajo ka njoftuar policinë, e cila ka hapur derën me forcë. Kur punojësit e policisë u futën brenda, ato kanë konstatuar se ishte tepër vonë dhe këngëtari u gjet pa shenja jete. Midis provave të dokumentuara është edhe një pilul që u gjet në xhep këngëtarit. Burime pranë prokurorisë bëjnë me dije se pilula ishte një stimulant për aktivitetin seksual. Dyshohet se infrakti i këngëtarit ka ndodhur si pasojë e përdorimit të kësaj pilule. Kjo ka bërë që të fillojë menjëherë hetimi thelluar për këtë rast. Ndarja e parakohshme nga jeta e Shemsi Krasniqit ka qenë një goditje e rëndë për shok, familjar dhe të afërm të këngëtarit. I shprehim ngushëllime të sinqerta familjes së këngëtarit Shemsi Krasniqi.